Ne do të flasim edhe për zgjedhjet në Kosovë, sepse aty zhvillohet balotazhi dhe në 18 komuna ka zgjedhje, por patjetër që më të rëndësishmet janë ato në kryeqytet në Prishtinë. Në Kosovë votohet për raundin e dytë të zgjedhjeve për 18 komuna. Janë mbi 1.316.000 qytetarë të Kosovës me të drejtë vote, pjesë e procesit të dytë zgjedhor për zgjedhjen e kryetarëve të komunave. Raundi i parë i zhvilluar më 12 tetor, dërgoi në balotazh 18 komuna. Gara do të zhvillohet mes dy kryetarëve më të votuar nga raundi i parë i zgjedhjeve lokale, por që nuk arritën të siguronin më shumë se 50% e votave. Në raundin e balotazhit, partia që hyn më shumë komunë si forcë e parë është Lëvizja Demokratike e Kosovës me 6 të tilla, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në 4 dhe Partia Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje në 3 komuna. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka ushtruar të drejtën e tij për të votuar në raundin e dytë të zgjedhjeve vendore në Kosovë. Pas daljes nga qendra e votimit, në një prononcim të shkurtër për mediat, ai bëri thirrje qytetarëve për të marrë pjesë në këtë proces. Unë përsa votova këtu në Prishtinë, në ndërtesën e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, u bëj thirrje të gjithë qytetarëve me të drejtë vote, që ta shfrytëzojnë rastin dhe të bëhen pjesëmarrës e vendimarrës për kryetarët e komunave dhe kësaj për 4 vjeçarin në vijim për ata si banor të komunave të Republikës. Gjithçka do të shkoj mbare mirë, edhe Komisioni Qendror Zgjedhor i ka bërë përgatitjet, por edhe që të gjithë komisionerët dhe vëzhguesit tashmë ndodhen në qendrat e votimit. Ju dëshiroj suksese. Vendvotimet në të gjitha komunat e Kosovës ku zhvillohet balotazhi do të jenë të hapura deri në orën 19, sipas Komisionit Zgjedhor të Kosovës. Procesi zhvillohet në 525 qendra votimi, megjithse 1648 vendvotime, prej të cilave 507 qendra me 1628 vendvotime për votimin e rregullt, ndërsa për votime kusht janë 18 qendra, nga një për çdo komunë, me 20 vendvotime sipas Komisionit Zgjedhor. Do të vjojmë të flasim për balotazhin e zgjedhjeve vendore në Kosovë, në linjë të drejtë për drejtë kemi zotin Lulzim Veliu, analist në Kosovë. Zoti Veliu, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, si është ecuria e procesit të zgjedhjeve deri tani në Kosovë? Referuar shifrat publikuara pak më parë nga KQZ-ja deri në orën 13:30 vjen një pjesëmarrje ulët nivelin e 13.3%. Paralelisht edhe në Shqipëri zhvillohen zgjedhje në 5 bashki, zgjedhje vendore dhe njëkohësisht pjesëmarrja është po ashtu shumë e ulët. Po, shihet pra një interesim jo i theksuar i qytetarëve për të qenë pjesë e këtyre zgjedhjeve. Po, dihet mirëfilli se në Kosovë tani janë balotazhe, kemi disa subjekte politike që tani më nuk janë pjesë e balotazhit, domethënë kanë votuar në rundin e parë dhe atëherë ka qenë interesimi dhe pjesëmarrja ka qenë dukshëm më e madhe. Ndërsa tani shihet një interesim në rënje dhe unë këtë ndërlidh gjithmonë për faktin se në çdo komunë kemi vetëm nga 2 kandidatë, bëhet fjalë për dy subjekte politike, përderisa në zgjedhjet e rundit të parë kishim 4 apo 5 subjekte politike dhe tani një pjesë e mirë atyre kandidatëve ose atyre votuesve që subjekti i tyre nuk ka kaluar në balotazh, me sa duket janë të painteresuar për të qenë pjesë e zgjedhjeve dhe për të votuar një kandidat tjetër që nuk vjen nga forca e tyre politike. Por sidoqë të jetë, është numër shumë i ulët deri më tani pra i atyre çka është proklamuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë, po e njëjta gjë po duket se është e njëjti trend është edhe në 5 bashkit apo 6 bashkit në Shqipëri që janë duke Tirana u anulluan. Zoti Veliu, procesi përgjithsisht ka qenë i qetë, nuk janë regjistruar incidente? Po, përderi tani nuk është se kemi dëgjuar, por ndonjë incident të madh që vlen të përmendet, kemi disa fërkjesa të vogla që janë krejt normale në kushtet në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve, mirë po unë duhet ta theksoj se
në këtë pikë Kosova gjithmonë ka qenë e përgatitur mirë, kemi kaluar procese të shumta zgjedhore dhe ka problematikat në ditën e zgjedhjeve gjithmonë në Kosovë nuk ka pasur të një nivelit të rritur apo shumë të mëdha çfarë ka ndodhur për shembull në Shqipërinë të kaluar në këtë drejtim, mund të them se në Kosovë qëndroi më mirë dhe uroj që një trend i tillë të vazhdojë deri në momentin e përfundimit të gjithë procesit zgjedhor dhe të kemi edhe daljen e shpejtë të rezultateve në mënyrë që të shkohet drejt finalizimit të gjithë këtij procesi zgjedhor që është duke u mbajtur në Kosovë. Të njëjtën gjë e uroj edhe për zgjedhjet në ato bashkitë në Shqipëri ku tani janë vetëm duke u mbajtur zgjedhjet ditën e sotme. Gjithsesi Kosova, zoti Veliu, dallohet për organizimin e zgjedhjeve me standarde zgjedhje që shoqërojnë kryesisht pa shumë probleme dhe që është me rëndësishmja rezultati del në kohë dhe njëkohësisht nuk është se kontestohet. Ngërçi politik që ekziston në Kosovë, si ka mundësi që nuk reflektohet shumë edhe tek mbase situata para, por gjithashtu edhe pas zgjedhore? Po, është fakt se një gjë e tillë në Kosovën të kaluarën nuk ka ndodhur dhe për fatin tonë të mirë dhe rezultatet kanë qenë gjithmonë të shpejta, pra përjashto zgjedhjet e fundit parlamentare ku ka pasur ngecje dhe rezultati përfundimtar është dashur të pritet më gjatë se zakonisht në Kosovë. Mirë po uroj që një gjë e tillë të mos na përsëritet tani në balotazh as edhe në zgjedhjet e parakohshme, të cilat me shumë gjas do të bëhen në fund të këtij viti. Pra uroj që një proces i tillë, një shembull i mirë i Kosovës të vazhdojë të mbetet si i tillë, shembullit të mirë të Kosovës të bashkohen edhe vendet e tjera që kanë pasur problematika me zgjedhje, me incidente, me vazhditje të rezultateve përfundimtare, po të bëhen në frymën më të mirë demokratike, sepse ato bëhen për interesin e qytetarëve dhe interesi i qytetarëve është që njeriu që e kanë votuar të dalë në krye të detyrës pra në momentin e përcaktuar edhe me ligje. Skenari më i mundshëm ky është, zot Veliu, që thatë ju zgjedhje edhe të përgjithshme me shumë mundësi në muajin dhjetor në Kosovë, sepse më herët kryeministri në detyrë, zoti Albin Kurti, ka thonë që 2 palë zgjedhje në një kohë kaq shkurtër janë të tepërta për Kosovë. Është fakt se të tepërta në Kosovë kanë qenë thuajse çdo herë zgjedhjet, ne e dimë që asnjë qeveri përjashto qeverinë e fundit të zotit Kurti që ka mbyllur një mandat të plotë, por kemi pasur zakonisht qeveri që kanë bërë 2 vjet, 2 vjet e gjysmë, po eventualisht edhe 3 vjet dhe asnjëra nga ato nuk ka arritur të çojë në fund të mandatit të tyre për shkak të problematika, për shkak të numra, pasi që në Kosovë kemi shumë subjekte politike parlamentare, nuk është sikur në Shqipëri që i kemi 2 apo 3 forca kryesore që janë gjithmonë pjesë e parlamentit. Në Kosovë është një sistem pak më ndryshe, por edhe sistemi zgjedhor është në Kosovë më ndryshe që e mundson një gjë të tillë. Zoti Kurti ka thënë se do të bëhen 2 palë zgjedhje, mirë, por unë nuk e besoj se do të kemi 2 palë zgjedhje, se ne po e shohim nga shkurti i këtij viti kanë kaluar kaq shumë muaj dhe një palë zgjedhje që u mbajtën nuk arritëm të konstituojmë institucione, të krijohet qeveria e re, unë mendoj se nëse në dhjetor do të bëhen zgjedhje të parakohshme me shumë gjas, pasi që kandidati i propozuar nga zoti Kurti për kryeministër, zoti Konjufca, nuk do të jetë i pranueshëm sërish nga subjektet opozitare dhe si vjedhje e kësaj do të kemi shpërndarjen e parlamentit dhe shkuarjen në zgjedhje. Do të thonë, nëse në dhjetor do të mbahen zgjedhjet, unë jam më i sigurt që një certifikim të rezultatit do të kemi më së herti në fund të janarit apo në fillim të shkurtit dhe po konsideru kuvendin në fillim të shkurtit, ai do të jetë i detyruar që të votojë për presidentin e ardhshëm të Republikës në muajin mars dhe si vjedhje kësaj unë mendoj që subjektet politike në Kosovë duhet të jenë të detyruara për të arritur një marrëveshje e cila në bazën e saj apo një nga pikat kryesore të saj do të jetë edhe zgjedhja e presidentit në mënyrë që të kemi institucione të konsoliduara dhe të kemi një mandat të një qeverie
e cila do jetë pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Një gjë e cila nuk do të arrihet të bëhet sërish pa një koalicion, edhe pse një gjë të tillë kanë kundërshtuar dhe nuk kanë dashur të bëjnë as lëvizja vetëvendosje si forca kryesore, por edhe subjektet ish opozitare nuk është se kanë treguar një vullnet të mirëfillt për krijimin e institucioneve, pasi që kemi pasur 53 vota shqiptare që kanë qenë në opozitë dhe si të tilla e kanë pasur mundësinë që me minoritetet jo serbe, pra me minoritetet jo serbe të krijojnë shumicën PJM dhe krijimin e qeverisë. Mirë po, ka munguar vullneti dhe gjithmonë ajo dëshira apo ego e madhe për të qenë veti pari. Ky rrezik ekziston sërish, zot Veliu, që sirë situata aktualisht, të jetë i njëjti rezultat edhe pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme që mund të zhvillohen sërish në dhjetor. Asnjëra parti, edhe nëpërmjet koalicioneve, ta ketë të pamundur të krijojë qeverin. Dhe në këtë linjë, mendoni se nevojiten ndryshime deri kushtetuese në mënyrë që, sepse precedenti është bërë tashmë, por në të ardhmen të parandalohen sa më shumë të jetë mundur skenar të ngjashëm? Po, unë pajtohem plotësisht me ju se edhe në rast të mbajtjeve të zgjedhjeve të reja në dhjetor, nuk do të kemi një rezultat që do të ndryshoj shumë nga rezultati paraprak, pra do të kemi ndryshime 2, 3 apo 4 deputet, mirë po gjë që nuk ndikon në arritjen e shumicës për krijimin e qeverisë dhe një gjë e tillë unë mendoj se është dashur bëhet me kohë në Kosovë dhe është shumë gabim që e gjithë Kosova është në një zonë elektorale. Pra njëra nga gabimet e mëdha është pikërisht ajo që gjithë Kosova është një zonë elektorale. Unë mendoj se në momentin kur do të kemi një sistem të ri të zgjedhor dhe çdo njeri do të votojë kandidatin nga komuna e tij që do vije dhe do të kemi së paku 6 apo 7 njësi zgjedhore dhe çdo njeri që do të votoj kandidatin do të di se për kënd ka votuar dhe nga kush do të kërkoj përgjegjësi për mos veprimet e bëra gjatë mandatit të tij, atëherë do të kemi një ridefinim të kuvendit, do të kemi një ridefinim të skemës politike e ndoshta do të ju ikëm edhe problematikave që janë duke u shfaqur. Mirë po, një gjë e tillë kërkon një 2/3 e parlamentit, një shumicë të theksuar dhe jo vetëm shqiptare, por kërkon edhe shumicën e theksuar të minoritetit serb. Një gjë e tillë është shumë vështirë për të arritur, pasi shihet qartë se nuk ka një komunikim të duhur në mes të subjekteve politike shqiptare me ato serbe që për fatin e keq e kemi vetëm një që përfaqëson kompletin serb, pra është lista srpska, një forcë politike që ngarkohet edhe me problematika të mëdha që të shkaktuara në veriun e Kosovës edhe në aksionin terrorist që është bërë në vitin 24, pra në Banjska, ku kemi pasur edhe viktimen policin ton Zotin Bunjan. Që jetën në atë rast. Zot Veliu, ju falenderoj për gjitha opinionet e sjella në studion e televizionit Skan, ditë mbar. Faleminderit, ishte kënaqësi.